Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të analizuar ngjarjen e fundit që po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit. Kam dëgjuar një bisedë të gjatë që po bëhet në verandë nga Rogerti, Miri, Edisa dhe Juela. Rogerti dihet jashtëzakonisht i thyer dhe ndjet shumë i tmeruar nga droni i cili ka mbritur në shtëpinë e Big Brotherit ditën e sotme nga daja i Brikenës. Rogerti këtë gjën e quan si një informacion, do të thënë një informacion i cili ka ardhur nga jashtë për Brikenën. Tani Rogerti dhe Miri, duke u bazuar edhe në prajmin që ndodhi, duke u bazuar edhe në analizën e opinionistëve, që opinionistët e dhanë kundërdrejt lojës së Mirit dhe lojës së Rogertit, që ishte do të thënë një goditje jashtëzakonisht e fortë, Rogerti, siç duket, po vendos që të largohet nga shtëpia, sepse nuk e ndjen veten finalist. Një fjalë që Rogerti e tha gjatë diskutimit që bënin, gjatë bisedës, ishte kjo që unë me Mateo nuk shkoj në finale, unë me atë djalë nuk shkoj në finale. Do me thënë, Rogerti ka filluar që ta ndjen frikën e fansave të Mateos. Këtu tani bie në tokë fjala që të gjithë njerëzit thonin që Rogerti mund të ketë një marrëveshje me produksionin për të qenë fituesi i këtij spektaklit. Do me thënë, Rogerti është i trembur. Ai tha më mirë tha është të dal tani dhe të paktën të më mbajnë mend ashtu siç kam qenë, se tha për mua do të jetë e njëjtë sido që të jetë, se sa tha të dal në finale dhe jo si fitues i këtij reality show. Do me thënë, Rogerti e ndjen veten të përdorur nga ana e produksionit, e ndjen veten të shkelur nga ana e produksionit, ku sipas tij produksioni po suporton masovikisht Mateon edhe Selinën dhe sipas logjikës së Rogertit, Mateo do të jetë fituesi i këtij Big Brotheri. Në anën tjetër, Miri është këmbëngulës që të mos të dilet nga shtëpia, se në fakt çuditërisht Rogerti nuk e kërkon vetë daljen nga shtëpia, por e kërkon daljen së bashku me Mirin sepse e quan si shokun e tij. Rogerti ndihet shumë i tensionuar. Unë në fakt tensionin e Rogertit dhe këtë frikën për të qenë finalist e kam ndjerë që në natën kur u shpallën numri i finalistëve, do të thënë që u than 4 finalistë. Sepse Rogerti është duke bërë një logjik në kokën e tij, duke thënë që Ledioni tha do të shpallen 4 finalistë, po u jepet prioritet banorëve të cilët kanë hyrë që nga dita e parë, ndoshta fituesi do të jetë ai që ka hyrë që nga dita e parë, dhe tha në Shqipëri, Rogerti, reality show bëhet duke bërë ne këtu çmendurira, produksioni duke na përdorur dhe më pas na nxjerrin atje për të marrë disa klikime. Dhe këtu ja tha Miri, tha nuk mund të dalësh, tha, sepse produksioni nuk të lejon. Dhe Rogerti tha mua tha nuk ka burr none, jo televizion, po tha le të ngrihen në këmbë tha kush të don për të më ndal mua që të dal nga shtëpia. Do me thënë e shok të frikën të Rogerti, e shok të presionin të Rogerti, dhe Rogerti tani më e ka kuptuar që ka bërë një qasje të gabueshme dhe ka përdor një mënyrë të gabueshme të lojës, do me thënë ka hyrë gabimisht në këtë lojë. A do të largohet nga shtëpia? Mendoj që nëse Rogerti nuk shkon si finalisti i dytë, apo qoftë edhe si finalisti i tretë, jam shumë i bindur që Rogerti nuk do të qëndrojë më në atë shtëpi, sepse nuk do t'ja jep vetes atë ofendimin, ashtu siç e quan ai, për të shkuar në finale dhe për të mos fituar. Do të thënë Rogerti ka bërë një lloj logjike dhe e shikoj që e ka zënë frika shumë. Sot ka treguar një urrejtje jashtëzakonisht të madhe për Mateon dhe thellë vetes së tij e pranoi që Mateo është një banor më i fortë edhe mund të jetë fitues i këtij reality show. Unë në fakt jam befasuar, nuk e kam parë Rogertin kaq të dobët. Por çfarë pash nga Miri? Nga Miri pash që Miri nuk e trajton marrëdhënien me Rogertin siç e trajton Rogerti marrëdhënien me Mirin. Unë kam menduar që Rogerti do të jetë një banor i ashpër dhe që do t'i kthehet në një mënyrë jashtëzakonisht të kundërt Mirit për të luftuar për të shkuar në finalen e madhe dhe për ta fituar çmimin. Por unë e shoh nga ngjarjet që kanë ndodhur, nga mënyra se si arbëri
Monika, Ledioni filluan që të qasen tek Rogerti, aty do me thënë e kuptoj që Rogerti ka arritur të merë një mesazh që ne thjesht po ulemi dhe po ngrihet pala tjetër që në këtë rast është Mateo, Brikena, Selin dhe Shëndriti, edhe pse Shëndriti Rogerti nuk e klasifikon si një banor finalist. Do me thënë, ai është duke bërë këtë logjika. Unë e shikoj të trembur Rogertin, asnjëherë në fakt nuk e kam parë kaq poshtë. Mirin e shoh që është gati që të jetë pro mendimi që Rogerti të del nga shtëpia, sepse Miri e shikon aleancën dhe aleatin më të rrezikshëm brenda asaj loje. Normal tani Miri dëshiron vetë të jetë fituesi, ndërsa Rogerti po heqën dorë, me sa unë arrita ta kuptoj nga ky fakti që dëshiron ta vazhdon lojën deri në fund, edhe dëshiron të qëndron brenda asaj shtëpie. Tani, në dy raste Rogerti shkoi në dhomën e rrëfimit, ndoshta e ka shprehur atje shqetësimin për të larguar nga shtëpia. Nuk mu duk se është një diçka që Rogerti e bën për klikime, bën për famë, do me thënë se po të ishte për klikime për famë, Rogerti do t'ishte sjell krejtësisht ndryshe. Nuk do t'ishte e njëjtë, do me thënë do kishte një qasje pak më ndryshe, por e shoh më së shumti si një lloj frike drejt asaj fitore së madhe, edhe thot më mirë të dalë dhe të jemi fituar në kuptimin se sa më njohun publiku më njohun, çfarë dhash unë nga vetja ime e dash, sesa të qëndroj në një format ku unë po degradohem. Dhe e shoh shumë të bindur, do me thënë Rogerti i ka dhënë ultimatum produksionit, i ka dhënë kusht, ose unë brenda në shtëpi, ose Mateo. Ne të dy së bashku drejt finales nuk shkojmë asnjëherë. Do me thënë e shoh që tani puna pak po acarohet. Mendoj që prajmi i nesër, prajmi i të shtunës, do t'jetë një prajm pak i nxehtë, do t'jetë një prajm pak dinamik, që do të vë në dukje lojën se si do ta vazhdon në fakt rrugtimin Rogerti. A do të qëndron, do ta prekën finalen me dorën e tij, apo produksioni do ta nxjerrën Rogertin si banorin në televotim për të zgjedhur finalisti i dytë. Mendoj që Rogerti është duke bërë një presion të madh tek produksioni, sepse ka frikën a do të shkon ai në finale apo jo, nga që shumë drona, shumë mbështetje ka Brikena dhe Mateo. Ndërsa dronin e dajës Brikenës, Rogerti e mori si një informacion nga jashtë dhe sipas Rogertit, produksioni është i padrejtë në lojën se si e bën kushuar Brikenës edhe Mateos, por gjithsesi edhe Rogertit, Mirit dhe Juelës. Do të thënë ndjen pak të kërcënuar dhe ndjen dhe të trembur. Rogerti mendon që produksioni e ka mbajtur dhe ka përdorur këtë që unë e kam thënë në fakt. Muaj më herët unë kam thënë që produksioni do ta mbaj Rogertin aq sa i duhet dhe mund të vjen koha që Rogerti nuk mund të jetë edhe në finalen e madhe sepse mund të dorëzohet vetë.